Blona, të përshëndes, janë shtrirë kontrole edhe në kryeqytet, po kërkohet Altin Doci edhe në disa prej zonave të Tiranës, cilat janë të reja që ke mundur të mësosh? Po, Kasandra, në fakt, kontrolet nga ana e forcave të policisë vijojnë edhe në kryeqytet, janë kryer kontrole në disa zona të ndryshme të kryeqytetit, përkatësisht Don Bosco, Selit, pjesa e Astirit, janë bërë kontrole nga ana e policisë së shtetit, por gjithashtu është kontrolluar edhe banesa e Altin Docit, e cila ndodhet në zonën e Ysberishtit, ku forcat e policisë në fakt edhe në këtë kontrol nuk kanë arritur që të lokalizojnë 38 vjeçarin, por nga ana tjetër kanë vazhduar kontrollet edhe si rrugë lidhse me Durrësin, kontrollet kanë vazhduar edhe në pjesën e Ndroqit, në rrugën e Ndroqit, nga ana tjetër lidhur me këtë ngjarje të ndodhur mesditën e djeshme, familjarët e 38 vjeçarit të arratisur tashmë kanë deklaruar se nuk kanë dieni për vendodhjen, më pas kanë qenë forcat e policisë të cilët kanë zbardhur në fakt edhe itinerarin e ndjekur nga ky i fundit, ka shtuar dyshimet se Altin Doci mund të fshihet në një prej zonave të kryeqytetit, ndaj janë kryer kontrole gjatë ditës së sotme. Në fakt, sipas bazuar në pamjet e kamerave të sigurisë, policia ka arritur të zbardhë dhe itinerarin e ndjekur nga 38 vjeçari, pasi ka dalë nga spitali i Durrësit. Doci është larguar me një automjet tip Audi, të cilin është pritur nga një person dhe më pas ka kaluar drejt zonës së spitalës, nga pamjet e sigurisë është parë në Shën Vlash më pas dhe ka vijuar në autostradë. Kjo deri në këtë moment ky ka qenë itinerari zbuluar nga ana e policisë përmes kamerave të sigurisë, ndërkohë sipas një informacioni të fundit, kontrolle janë kryer edhe në zonën e Kamzës, por edhe në Fushkruj. Nga ana tjetër, për vetë faktin që ky ka qenë itinerari i ndjekur nga 38 vjeçari, janë shtuar dyshimet nga ana e policisë së shtetit se ky i fundit mund të fshihet në kryeqytet, ndaj edhe vijojnë kontrollet për kapjen e këtij të fundit. Ndërkohë, janë marrë edhe dëshmitë e familjarëve të Altin Docit, Blona? Po, në fakt, disa nga familjarët e Altin Docit jetojnë në qytetin e Durrësit. Sipas informacioneve që ne kemi arritur të sigurojmë, këta të fundit janë shprehur se nuk kanë dieni për vendodhjen e Altin Docit. Ky ka qenë i vetmi informacion që këta të fundit kanë dhënë, ndërkohë edhe nga ana e policisë vijojnë në fakt përpjekjet për lokalizimin e 38 vjeçarit, nga ana e familjarëve janë shprehur se nuk kanë asnjë dieni për vendodhjen e tij. Dhe për këtë ngjarje, Blona, kemi 8 persona të arrestuar, për të kujtuar edhe një herë kush janë të arrestuarit dhe përgjegjësia dhe roli i tyre në këtë arratisje të Altin Docit. Po, në fakt, Task Force e Prokurisë së Durrësit ka arrestuar 8 persona lidhur me këtë ngjarje. Disa nga këta persona janë pikërisht arrestuar dhe kanë qenë pjesë e grupit të shoqërimit të 38 vjeçarit drejt ambienteve të spitalit. Nga ana tjetër kemi edhe arrestimin e kryeinfermierit, por edhe të zëvendës drejtorit. Bëhet fjalë për Aulon Çuko, Desdeman Pazaj, Dorian Saraçi, Sali Ferolari, Preng Marvataj, Fation Aranit Qela dhe Violeta Uka. Këto janë 8 persona të arrestuar, ashtu siç edhe në fakt e shpjegova, disa prej këtyre të arrestuarve janë pjesë e grupit të cilët kanë shoqëruar nga ambientet e burgut Altin Docit drejt ambienteve të spitalit. Në fakt, edhe siç e kemi parë nga pamjet e sigurisë, në momentin që ky i fundit zbret nga makina për të futur në ambientet e spitalit, dyshohet të ketë qenë në fakt pa pranga në duar. Nga ana tjetër, në momentin që ky i fundit ka përfunduar vizitat në spitalin rajonal të Durrësit, edhe ka parë situatën, ka arritur që të godas një nga personat cilët e ka shoqëruar dhe më pas të arratiset nga ambientet e spitalit, më pas për të larguar me automjetin tipa Audi. I njëjti punonjës, Blona, që është i përfshirë edhe në dhënien e telefonit ndaj kryetarit bashkisë Erion Veliaj?
është i njëjti person që ka Po, në shoqëruar fakt, edhe po, Altin Docin edhe Erion Veliajn, apo jo? Po, në fakt bëhet fjalë për të njëjtin person i cili ka shoqëruar nga ambientet e Burgut të Durrësit edhe kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, por edhe Altin Doci. Në fakt, ky është një detaj i cili është dhënë re gjatë verifikimit të personave të cilët kanë qenë pjesë e grupit të shoqërimit të tij. Bëhet fjalë për të njëjtin person që në fakt i ofroi telefonin e tij celular zotit Veliaj. Zotit Veliaj dhe është i njëjti person i përfshirë edhe në shoqërimin e tij.